Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të takohemi me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV. Dita e sotme pas ka lajme shumë pozitive, lajme shumë të bukura, energji, dashuri. Gjesti po udhëton drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt jeta që ka shkallë, janë këto historit, janë këto ndodhit që unë po komentoj, që të bëjnë të besosh që në jetë asnjëherë nuk duhet të humbësh vetbesimin, asnjëherë nuk duhet të humbësh dëshirën tënde për qëllimin apo për ëndrrën të cilën ti e ke. Gjesti që kur hyri në Big Brother, hyri me një kauzë. Dhe kauza e tij ishte familja. Do me thënë, të bëj të lumtur familjen e tij, të bëj të lumtur motrën e tij, të bëj të lumtur vllaun e tij, të bëj të kënaqet nëna e tij, babai i tij, pas një rrëfimit të një jete me sfida, me sakrifica, le të them si shumica e shqiptarëve. Fatkeqësisht ne shqiptarët nuk e kemi patur atë fatin që ndoshta kanë popujt e tjerë që të jetojnë pak më luks, të kenë pak më shumë mundësi. Ne kemi qenë pak si shumë të papreferuar nga bota dhe siç duket forcë të vetme kemi patur vetëm Zotin, por të kesh forcë të vetme Zotin je më i fituari në fund të ditës. Nuk të duhet forca e botës, por jemi munduar. Jemi munduar shumë që të arrijmë atë ëndër që ne kemi patur. Kemi punuar, kemi dëshmuar në botën e jashtme që ne jemi një popull i zgjuar, jemi një popull i bukur, jemi një popull talent, jemi një popull që kultivojmë dhe dim të rrisim kulturë, traditë, art, mençuri, e gjithë shka që rumbullakson këtë botën fantastike shqiptare. Dhe historia e Gjestit, një djalë vetëm 24 vjeç në Big Brother, 23 vjeç më herët para se të futesh në Big Brother, duke luftuar për qëllimin e tij, duke lënë gjithçka dhe duke ndjekur ëndrrën e tij, dëshmon që Zoti sheh dhe Zoti ta shpërblen. Dhe atë lutjen e madhe, atë dëshirën e madhe, ato lot të derdhur në atë shpirt të thyer që ndonjëherë në veten e tij mërzitej që unë a do të arrij të realizoj qëllimin tim, unë a do të shoh një ditë nënën time dhe babain tim duke ulur në një cep të dhomës, të buzëqeshur dhe jo të mërzitur se çfarë do të bëjmë nesër, se sa duhet ne të punojmë nesër që të sigurojmë një të ardhme dhe se si do t'ja nxjerrim ne fundit muajit. Dhe me shumë përkushtim, me shumë dashuri, me shumë lodhje, duke duruar çdo gjë, nga ofendimi deri tek rrahja publike, Gjesti arriti që sot këtë ëndër që ndoshta vitin e kaluar apo një vit më herët e ka parë Luizellin që po ngjitej në skenat shqiptare në Amerikë dhe të gjithë shqiptarët po brohorisnin, e dashuronin, e admironin, e duanin atë djalë. Për Gjestin ka qenë, jam shumë i bindur, si për të gjithë ne që shpesh herë themi janë ëndra të parealizuara, për Gjestin ka qenë një ëndër e parealizuar, por fati, Zoti gjithmonë i shkruan gjërat, i shkruan dhe njerëzit e guximshëm, njerëzit që kanë guxim, i arrin këto gjëra dhe sot Gjesti për herë të parë në jetën e tij do të ngjitet në skenën e shqiptarëve të Amerikës, jo si një njeri që do të largohet në gurbet, por si një artist i cili do të merr duartrokitjen dhe meritën më të madhe nga të gjithë shqiptarët atje që e kanë votuar, e kanë dashur dhe e duan si fëmijën e tyre, e admirojnë këtë djalë që ndezën skenat, këtë djalë që ka humorin, këtë djalë që ka energjin, ky djalë që është një artist multidimensional. Gjesti është artist shumë i madh. Dhe ky artisti me datën 13 qershor dhe me turnet në vazhdim do të na bëjë që të gjithë ne të kemi syt nga Amerika për të parë Gjestin. Thuaj që do të ketë një surprizë në këtë natën. Uroj me zemër që të jetë kjo surpriza e madhe që të gjithë presim, sepse në shumicën e rasteve fatkeqësisht
organizatorët na kanë gënyer, kanë nxjerrur pikpyetje vetëm e vetëm për të mbledhur sa më shumë popull që të shkojnë ta ndjekin atë koncert, të shkojnë ta ndjekin atë mbrëmje dhe na kanë gënyer, por uroj me zemër që kjo surprizë të mbetet një surprizë e vërtetë, edhe pse unë e di që të gjithë juve u shkon mendja se çfarë surprize mund të jetë. Gjesti do të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e di, po aq të emocionuar që jemi ne dhe ju të cilët keni rezervuar tashmë biletat për të qenë pjesë e kësaj mbrëmje të mrekullueshme, aq i emocionuar do të jetë edhe Gjesti, ndoshta edhe më shumë në momentin që ai do të ngjitet në skenë, sepse unë e di shumë bukur që sot e kësaj dite Gjestit i duket e pabesueshme fama që Gjesti ka arritur. Në asnjë mënyrë Gjesti nuk do ta besonte që do të ishte këtu. Po si arrihet kjo gjë? Kjo gjë arrihet me vërtetësi. Kjo gjë arrihet me sinqeritet, kjo gjë arrihet me qëllim dhe kjo gjë arrihet duke luftuar. Sa më shumë të luftosh në jetën tënde, aq afër qëllimit tënd je. Sa më pak të luftosh, ti nuk e arrin dot qëllimin tënd. Lufta që ti bën çdo ditë për të arritur qëllimin tënd, me patjetër që do të kesh një super sukses të garantuar dhe në këtë rast Gjesti është një nga ato të gjithë të tjerët që përjetësisht na kanë dëshmuar që me punë edhe me ndershmëri dhe me seriozitet, nga që Gjesti vjen nga një familje që i kanë mësuar që nuk është e rëndësishme të mbushësh kuletën e xhepit, por e rëndësishme është të lesh një fjalë të bukur me tjetrin dhe ti të ndihmosh tjetrin dhe jo të mbushësh kuletën. Kjo është e rëndësishmja. Dhe në lajmin tjetër, çfarë do t'ju tregoj unë jo zyrtare, ju do të befasoheni se çfarë të mirash bën Gjesti. Andaj, le të qëndrojmë te Amerika. Unë e di që mbrëmja do të jetë një mbrëmje glamuroze. Bëhet fjalë për një sallë shumë të madhe, ku të gjithë shqiptarët do të kenë fatin të jenë pjesë e kësaj feste, sepse festa ka një interes të papar për ta ndjekur Gjestin. Do të jetë një mbrëmje me shumë befasi interesante, do të ketë këndim, do të ketë humor, do të ketë vallëzim, do të këndohen hite pafund, do të ngjiten në skenë artistë mrekullueshëm dhe qershia mbi tort është Gjesti i jon i dashur. Ky është Gjesti, ky është suksesi i tij. Gjesti akoma nuk ka sjellur një këngë të dytë pas përfundimit të Big Brotherit. Presim në vazhdim që të sjellën këngën e radhës.